largohi gjithë fëmijët e vegjël, gjithë pleq, gjithë smurt me zemër dhe gjithë gashtat zana, se te kjo është Një podcast për tavolinat e mbara. Jo, seriozisht është plus 18 kjo gjë, kështu që largojeni të gjithë si përmendurit. Ljubljana është e vogël, është e vogël është. Po shumë e vogël, ti kam qenë Shumë e vogël Ljubljana. Ore, ka bazament kjo historia që Bukureshti ka marrë emrin nga shqiptar? I Bukuresht? Jo, më burr. Po si s'ka qenë dëgjova. Se në romanisht bukur i thon i gëzuar. Në teoria është gëzim. Jo, historia është kështu. Ishte ky shqiptari, ka lënë në kodrën e Bukureshtit e pa kështu tha, bukur është këto tha. O, tani un po pyes zyrtarin, valla, janë alla Dalipaj apo tamam biç bliz. Janë alla Dalipaj do apo? Këtë e ka thënë Dalipi dhe Azhur. Azhur. Shikoj, neve sado që na pëlqen ajo gjë, me siguri nuk është e vërtetë, sepse fjala bukur në romanisht ka kuptim. Do thotë i gëzuar, gëzim domethënë. Dhe bukur jesh, do thotë që je i gëzuar. Normalisht i bie që Qyteti i gëzuar, jo qyteti ose i lumtur. Dhe ka një bie për shkak që quhet bukur në romani. Bie është ndaj gjika apo? Është bie roke, bie. Se është ai e bukur authentik. Edhe Hajmë, çka? edhe në fundit që isha bëm një dy fotosh me shoqen time dhe bukur. Si është ndryshë ishte bie. E përdorin edhe ata bukur. Po, gëzim. Jo bukur në sensin. Po. Se bukur është frumas, ose frumos. Po, a është e vërtet tonë që rumunët janë të vetmit, si thua, para basardës të romakëve që kanë mbetur në ato troje? Nga pikpamja gjuhëtare? Që ata nuk e kuptova pyetjen. Po rumunët me mbajnë fjalë që thonë ne jemi të drejtë për drejtët e latinëve. Po. Është e vërtetë. Po tani gjuha e tyre në fakt latine është, me thënë drejtën. Ka shumë influenca slave. Më duket mos gabojmë 1 në 6 fjalë, në mos harroj tani saktë. Është me origjinë slave në gjuhën rumune. E vërtetuar. Më gjuha shqipe, se kemi pasur bashkë debat me njëherë. Nga gjuha shqipe janë duket 300 ose 400 fjalë duket që janë marrë, janë të vërtetuar që janë nga gjuha shqipe. Mëzi, i kalit, buz, fluza. Flutur nuk e di, kanë nga ne. Po ndoshta. Po, Flutur. Sa kanë flutur sepse ne shtjellojmë, ata kanë flutra. Vetëm. Po. Edhe për shembull një gjë që është në gjuhën rumune që është identike në shqip është femërorja. Trajta shore pa shore është më dhe a. Fata, vajza, Bukura. Ja, bukur, po, është femërorja Mos t'i komplikoj. O bukur e tëlnire, për shembull, një takim i bukur, një takim i gëzuar. Mund të ishte, po, është mbiemër femëror në gjithë. Mund të jetë romanishti. Po kam bërë një 3 vjet, kam qenë romani. Po kjo që thonë rroba kam marrë. kanë të shtjen që themi ne mor, këta siç kanë një si më. Ata kanë shumë gjuhë. Jo, më është imja. Ata kanë shumë gjuha të mori. Edhe serbët e përdoren për shembull. Mori. Seriozisht? Po. Mori Majko, edhe maqedonësit. Ose brem në famshme që kanë Bre, bre. Nga vjen breja? Nga vjen pyet dervisha nëse e ka ai me siguri Dalipaj. Do të bëj një analizë fonetike të Tani më shumë breja treggon më shumë slave se sa shqiptarë. Shqiptarin shtem flasin drejt, nga bratva çaj kanë këto. Po tani edhe boshtic tingëllon më shumë slave, po. Ja që ne gjejmë bo ushti. Bo shtiu. Ushtica. Tani, po të duash të interpretosh fonetikisht çdo fjalë me tarrokjet. Shumë ndahet. Do. Mirë, po ideja është Shkodra, te drasa ose ke dra aty. Shkodra. Dreq me. Ose dre. Po të vlora. Po të fillosh, realisht çdo gjë mund ta interpretosh në këtë farë logjike. A-ja bëhet y, Z-ja bëhet C, D-ja bëhet 1, do diun se çfarë do të thënë. Çdo gjë interpretohet. Ne kemi fakt. Varet se sa tekeraki ke pi, kupton? Nëse ke pi mjaftoshëm tekeraki, Një do që ti se vë. Ore, po problemi është që ka i vendin e emisionet të mëngjesit në orën 9, deri është epoka ai. Shkatrore, pse më mërzitet ti? Pse më mërzit? Pas problem këti me. Jo, ai po i ka rregulluar që në orën 9 i takon, japim dorën, vazhdo ai. Mos në vlerëso fuqinë e kafes ose fernetit të mëngjesit. Njerëzit.
Mendoj që ka akoma që pinë Fernet në mëngjes në Shqipëri. Ka, patjetër që ka që pinë Fernet në mëngjes. Irish coffee. Me një kafe. Jo, kafe edhe Fernet. Jo, pse? Mo dacu. Ne kemi gej. Ne i kemi ndarë alla, nuk e kamuflojmë kështu t'ia fusim te kafe. Jo. Do buri Fernet valla. Patjetër, Ferneti është Fernet. Ata që kishin lek me ato brankat, domethënë që ishin mark, ata të tjerë domethënë Fernet ajo e vjetra. Duket që e lindur pas Kosën Berit. Natë kas ka pas. Do që pse ato mëngjesorit janë mbyllur gjitha me tasje bape me paçe, sa vjen e mbyllur. Jo, po ka akoma. Tani bëhet me ardhen e turistave janë edhe ka marrë një revival, një rijetësim. Ato kanë ndryshuar audienca, Janë bërë më moderne, janë bërë më in. Për shembull, po të shoh ato si quhet, çebatorët në Tiranë, te Pazari i Ri. Ato tani janë bërë super fucking turistike. Po. Domethënë edhe qoftë të kemeti ke rruga Kavajës për shkakun që kanë qenë më tradicionale, ashtu tani janë rikonstruktuar edhe i ke Tani kanë vënë emra të reja, coffee and breakfast. deri partish Xhevdeti spat në të më vaj një paçe do mbledh. Dhe për shkakun nuk i qenë me ato publik që kanë pas atëherë për shkakun ato. Baino ata kanë pasur histori. Te pazari në Farm Laja aty ishin një 2-3 qofte më Nuk e cepi. Më çon të babi kur ishte po. Po, ato tani janë bërë super turistike. Aty të kalosh për shkakun ke vetëm kamerë që hi, do you want to eat here? Like, hey, here's the menu. Po. Do të bie ata. Kjo paketë është super, sepse realisht kanë shumë punë, aty nuk gjen vend ndonjëherë. Në verë në kulmin. Sa herë mund shkoj unë aty 2 herë në vit me babën. Unë kem pas një çebator aty afër ke lagjes që shkon. Që na ndaj shtunë në mes kom lidhë me mat me pleqt me shokët e vet atje të punës edhe në pajdaqe në qoftë në gjë. Ato pajdaqe. Në pajdaqe ka lezetin që ka emri. Ku kam qenë 16-17 vjeç, valla, punoja turni 3, domethënë, mëngjes atë të mëngjesorë, atje në mëngjesorë kishte ose pianet ose punon të zhdimi valla. Do sa ata ishin orën 6. Si KitKati në mëngjes. Ose shkon në punë ose deli nga KitKati plan. Kurse tashi, domethënë, menut anglisht, kjo është çdo gjë tjetër pristin. Sa atë mbylleshin në 11, tani e kanë lënë deri në 12. Kanë ndryshuar, emancipohet donja. Që e fjala edhe në Berat. Në Berat, që pa të fat. Në mes të natës në prill kishte lokale hap. Pizzeria gjëra. Bëva. Jo, bëva ti po kam qenë në prill. Këtë prill. Po. Sa se them përpara, se përpara Ne, s'më shë. përpara ta tani brek. Ka pas vetëm një lokal hapur mbas orës 8 të darkës, turizmin e famshëm të Beratit. Dhe kishte një supë që edhe qet nuk do e hanin, jo me njerëzit. Mbaj më mirë se kam qenë atje. Prandaj hanin njerëzit qendër. Jo, ka qenë Berati ka qenë skëtera, por ide se mos në dimër, nëse ishte festa e sezoneve në ora 7 vllai ishte 17 shkurtit 2008 zbla. Unë ditë që fallo pavarësia e Kosovës. Më shumë Berat. Po mirë, shumë. Ne qenë. Edhe ke festuar me paçe qeni. Kush e festoi? Është për qef një fundjavë. Po ju që ka ishte. Po të thash shumë bukur, Nuk më e kala qenë ka në qenë fund, gjithmonë. Tani më prill. Ore, Ramin nuk e ke mirë plaga. Ke bëva ki penaj në kalë në gjë atje. Nuk kërkova kur. Shqyr zotit, shqyr se do të kujtoni. Për të batu pjatë e kalam më të drejtë. Do të kujtoni. Se kam qenë një herë. Për çfarë do vi prap. E djeti Mario që është i shenjë kalin në Berat? Jo. E po ja. Më njëherë mund të vritet për kalin, është për Po më ti çfarë bën ti po të prekën kalin? Ose plati kalin. E po mirë, fakti që ke kalin mirë. Ka kërkuar njëri përmendësim nga i pronarja të lokalet në Divjan. Ai kali. Po ai ka bërë emisione. Se ke parë? Jo. Po ka qenë emisione, ka qenë Top Channel, Vision Plus në kohët e fundit, e kanë bërë se si një atlet, se ka qenë atlet ai, çka ka qenë ai? Ka mundur sa nuk e di çka e tillë. Po ju smur kalendet. Ti e kishe random apo? Po nuk po flasë për E kishe random pyetje. Me që Ali Ose që random fare se Ali Kali domethënë literalisht është bërë kështu, goxha i madh në televizionin shqiptar. Po janë dy kuaj të ndryshëm, ha. Po flasim për tjetër kuaj. Ai Kali në Divjak e ka zotin, ky tjetri është në Zinxhira për momentin domethënë. Ky Kali, domethënë është probabiliteti më i lartë të vritesh për Kalin Berat se sa për lop në Indi, më sa duket. Po keni totem juve kalin. Ta kanë totem Totem. Po totem, po. Kalin shishinjt. Me sa duket. E kupton? Me çondurin, mes të duan turistat ta bregrizurit. E kupton, hajde merrni ti bëjnë çarçaf. Dash të shash njëri të preksha kalin. Ja pra.
Ama vetëm mos ma pre kalin. Vetëm kalin jo. E kupton? Më vrit, më vjedh, më zhvat. Jam kurioz se si do reagojnë turistat kur të lexojnë. Turistat do të ikin sy të këmbë do bëjë. Turista sa shohin kal do largohen. Jo, puna është në një turist gjerman që ishte në M2. Do e shoh të lajmin e thotë ahu po ikin më mirë nothing. Besoj sepse nuk më merr mendja se do ketë qarkulluar në mediat në gjuhë jo shqipe. Besoni? Po besoj se po, se është lajm shumë i Po pse do paraqeshëm ketë, për një mainstream thonë. Po nuk është e rëndësishme. Shikoj, çdo gjë, në çdo vend ndodhin gjëra fact kështu. check. Smooth crime siç është kjo. Nuk kjo është një krim realisht banal. Është banal, është Kuptohet. per definicion. Edhe këtu në Berlin kushtet sa njerëz vriten në ditë. Dhe ti nuk e di për shumë, asnjëri nga ne se di, sepse asnjëri nga ne nuk shef lajme Se s'ka kuaj këtu prandaj. Ka edhe këtu kuaj nëpër whatever. Gjithsesi nuk është puna atje, realisht domethënë sa krime të vogla ose krime standarde ose ordinare ndodhin në Berlin për ditë. There is nuk ka asnjë përmendje në anglisht përveç se E mirë nga Balkan Web e ka përkthyer Don't Touch My Horse, the perpetrator of murder in Berat. Dhe një Vox News. Balkan Web është shqiptar prandaj. Yeah, Shikoj, siguri po të kishte qenë huaj që pleku kalit nuk do ishte vrar. This is Kelly Hoxha, the Ne kemi 42-year-old who kemi was sjellje killed. tjetër ndaj tuajve, në tjetër tjetër dhe nga njëri tjetri në Shqipëri. Yeah, janë Dhe këta unë vetëm kam vërtetuar disa herëve. Po pse jemi kështu? Ç'do të them, mos të ndihmoj dot. Nuk e di kështu jemi ksenofil ekstrem, domethënë. Qa, mos performojmë më mirë kur jemi të pushtuar ne, për shembull ose kur kemi një dikë tjetër që na duket më i mirë se sa vetja edhe vetëm toni bie me grushta. Jo. Por Ndoshta nga gjithë këto vite izolimi dhe mosnjohja e botës, për mosnjohja e njerëzve të tjerë në mënyrë reale, siç janë faktikisht, jo me ato imazhet idealistike që kemi pasur ne për ata, për shembull për italianët. Po, vërtet. Ne italianët i kemi idealizuar në kohën e verit, thua ti, këta janë zot, Amerikan. Amerikan ku e ku, më zviceran se zviceranët më zviceran. Dhe sot italianët janë ata që janë dhe ne i njohim tani mbas 30 ca viteve që jemi marrë dhënë me Italinë në mënyrë shumë të madhe, ne njohim italianët realisht siç janë. Avash po njohim dhe që gjermanët. s'janë gjë fare. Po, ashtu janë, siç e ka bërë Perëndia ata. Kështu që në tani po e shohim realisht se kush janë italianët, kush janë gjermanët, kush janë grekët, kush janë turqit, kush janë çdo komsi tjetër. Në çdo shtetësi tjetër. Tani po kuptojmë kush janë miqtë e vërtet. Edhe avash do zhduket edhe kjo ksenofilia ekstreme që kemi, sepse edhe italianët do tregojnë fytyrën e vet, gjermanët e gjithë tjerët, se kemi nevojë ti idealizosh sepse ti i njeh realisht praktikisht pastaj. Si është filani, si është fysteku. Po atë sherrin maskën. Jo, mendoj se ky kompleksioni i inferioritetit i krijuar nga ato vite të izolimit na ka shoqëruar për disa vite me atë idenë që ato janë të mirë dhe ne jemi akoma si jemi aq të mirë ose ne jemi akoma kështu siç jemi. Se ato dy më shumë kanë parë më shumë se është Olga që filmi vet. Ndërkohë që jo, në fakt gjermanët janë se janë çulaxhin ekstrem për ne që i njohim këtu për shkak. Me gjë fillon, Gjerman, Gjakovar, Gjirokastrit, aty vazhdojnë. Shikoj, Gjirokastriti mund të jetë kurnat në nam, po në çulaxhi nuk është në nam. Nuk është? Shumë e vërtet se Se në kulturën edhe italianët genuani kanë ata që janë me g dhe ata. E shikon ti? Po. Në Ohër janë në Maqedonia në Orianë për shkak janë nga Ohri ata që janë kurnat. Po emri i vjetë ka qenë Gorian, ka qenë dhe i me g. Është Likhnida, ose po, diçka e këtij. Likhnida. Se s'ka lidhje fare, domethënë ideja është çdo shtet e ka një qytet kurnat. Edhe Gjermania ka shvabët e vet, që thonë që kurnat, edhe Serbi, më duket se është Pirashi si qytet, ose po puna që zhvabët në Gjermani quhen për gjirokastriotët, por nga ana tjetër janë dhe biznesmenët. Po se edhe Gjirokastriotët janë nga biznesmenët më të Qarku Gjirokastri është një nga më të pasurit e vendit. Okay. Import-eksporti më i madh nga Greqia është në fshatrat e Gjirokastrit. Po izet dire vile, ça, koti tani. Nazarat. Ring the bell? Është tjetër import-eksport. Entrepreneurship plak është ai. Nuk është Biznes është plaga, është marrje për sigurisjeve. Po është apo. Ka qenë të paktën, po çon se ka. Në letra nuk është më. Nuk e dim se ç'a bëhet në të vërtetë. Qofshin mirë, me ndërgjë. Si nuk është puna është tjetër kund, domethënë që nuk ka namin e çulaxhinjve. Se ne në kulturën tonë çyli nuk e shohim mirë. Në një që çulaxhi bëhet blacklisted nga shoqëria. Po, është. Në mos vonë shpejt bëhet. Do që në Gjermani çulaxhizmi është standard, është. Këtë vërtet nuk e kam pritën tonë. Unë për shumë e kam patur këtë paragjykim për Gjermanët, paragjykim në themi pozitiv, apo këtë përshtypje që
Është vendi ku nuk ekziston qyli, rështetet, Si dallaveret. Po si? si idealizon italianët gjermanët? Si i shohin italianët gjermanët? Po ndoshta me të njëjtin sy. Çfarë mendimi kanë italian? Po ky është, ndoshta nga kjo vjen. Vjen kjo që Gjermania shumë punëtor, njerëz korrekt, njerëz që duan punën, vetëm punojnë, edhe han patate dhe Edhe salcice, po. salcice. Edhe pin bira. Po që shumë punëtor edhe jo dallaverazhi. Ka ndryshuar shumë ama. Me një Si sistem ne, do thonë se po, si nuk ne. ishim italian. Po, Ne, po, po, po. Po, ndërkohë gjermanët mendojnë se italianët e gjithë pizza pasta dhe janë serioz. Edhe s'din asgjë gjë tjetër vetëm Nuk punojnë ja për Ta ta. hanë pinë. kam përjetuar vetë që nga mbi emri që tingëllonte shumë italian, edhe mendonin se ishte italianë dhe nuk më merrin seriozisht. Mos kam pasur ato paragjykimet për shqiptarët, se si kam jetuar në atë nivel, por kam menduar që jam italian edhe kam përjetuar gjithë ato paragjykimet që kishin gjermanët për italianët. Okej, ta se di janë aty. Që nuk është në një gjë e tmeshme, se realisht duhet mos qenë italian se të më bëj vonë, por që e ndjej atë, për shembull kur sqaroj klientave gjëra serioze, Në emailët e tua signaturën e ke me ç apo me c? me c. Ah, Me c, historikisht me c sepse që kur kam marrë, domethënë ti sqaroj se si shkruhet, si shqiptohet ç-ja, TSCH, ja se los. ishte një super lodhje, super nerv, super gjë dhe nuk e di çka. Po ta që e kanë emrin me gjë, Gjeldet, Xhavit. XH. Ksavit, Kseftet. Kemi një Giulio dhe një Giulio. Joy. Kemi një Giulio dhe një Joy. E kam edhe një Giuliano në familje, kështu që. Unë ka pasur një kështu që bëte gipse, e kishte emrin Jimmy. Ksimi. Po në shqip Jimmy, jo Jimmy me Ksimi. Por shiko, kolegët për shumë edhe njerëzit e ngushtë të shoqërojnë për ditë ata e din normalisht se e din edhe gërmën ç në shqip, për shkak ose gërmën ë. Okej, unë vi dhe nga një milio gjuhësh, normalisht për ne është logjike se një nga gjërat që ti mëson do, se përplasesh me gjuhët, edhe me shqipen në raste konkrete. Po për njerëzit e përgjithshëm që nuk e din, sa të që sqarosh që apo është me CD, me atë bishtin me është realisht shumë komplikuar edhe më mirë thuaj shkurt. Keti me c. Unë në Katalunja i të qënë e shqiptonin si së ata. Aty të shmëna Në Franca, ashtu e shqipton si Kështu që së. tu thon Hercapani ty, ha? Kapane. A kapani. Addirittura. Kapani. Addirittura. Zbulova që kishte edhe një gelateria diku në Itali. Është shumë e mirë. Ja, po. Po. Talking about francezët, çon e kanë me s. Français. Ça va? Edhe ja, ekziston në frëngjisht, dhe me shumë gjasa ne në fakt në frëngjisht do e kemi marrë. Se shqipja është në standard, e kemi bërë një bisedë bashkë për turqishtën edhe shqipen edhe Jo për qënë s'kemi folë. kemi folur për çon bla, po se marr mend tani ti. Digje Po në fsha majë. Jo, kemi folur për shkak për momentin që ne kemi bërë standardin e gjuhës shqipe shumë më parë se standardi i gjuhës turke në 1923. Prandaj kemi miratuar alfabetin latin 15 vjet para turqëve. Edhe kemi filluar që atëherë çon edhe ën siç kemi sot në formën aktuale dhe jo në formën e vjetër me p-n, me bisht poshtë. Domethënë që ishte forma e vjetër si quhet, si Kemi qenë avangardë. Besoj se kemi marrë nga frëngjishtja. Se edhe ç-ja edhe ë-ja në formën që kemi ne ekzistojnë në frëngjisht të dyja. Ndërkohë që turqishtja ën e shkruan ndryshe, e shkruan si i pa pikë. Po si ka mundësi që ne kemi marrë nga frëngjishtja, se ne s'kemi pasur një kontakt shumë të madh me frëngjët tani. S'kemi pas kontakt me frëngjët. Ç'është kjo fjalë? Frëngjishtja ka qenë frymëzuese për gjithë popujt në atë kohë. Momentumi i krijimit të kombeve shtet është nga frëngjishtja. Luminizmi tani po. Më vjen keq. Se je dhe inxhinier, këto gjëra do të dish. Po patjetër. Politika. Okej, Je dhe intelektual. në rregull. Politika fliste frëngjisht, ndërsa Diplomacia ka folur frëngjisht. ndërsa shitjet flisnin anglisht. Fitoj biznesi, prandaj flasim anglisht në tani. Diplomacia flisë. Kishte fituar Gjithë traktatet që shkruajnë në frëngjisht, ku ka qenë Toni pari që Ka qenë më traktati i Berlinit është shkruar në gjuhën e frëngjishte në fillim vitet 900. si rregull të gjitha gjërat janë shkruar në gjuhën franceze, çka ka qenë diplomatike deri vonë. Mos harro që kishte pjesë të nobilitetit rus që nuk dinte rusisht, por fliste vetëm frëngjisht. Edhe frëngjisht flisën në bar. Seriozisht. Po. Imagjinople. Po, Dhe ajo shërbyesja në shtëpi franceze nuk është dadoja apo
ajo që pastron nuk është një Fifeta. nuk është një fetish, Fufuja. nuk është një fetish pornografia, e ka qenë për shumë kohë. Sepse në momentin që fëmijët e tu flasin, komunikojnë vetëm me njerëz rreth rrotut që flasin në frëngjisht, atëherë kanë Ka stile e merrnin. stile. Da do të anglezë ose francezë ose të vendeve të tjera që fëmia të rritet me kulturë blecat e sot. Ke shumë vende por që merren operin. Operet amerikane preferojnë goxha këto për shembull. Në Gjermaninë perëndimore. Po pse? Sepse fëmia kur bësh me fëmijë pritjer. Ka Okej, ti ke fatin nuk që quhet, nuk quhet Leon. ti ke fatin që dikush do flasi gjuhën anëtare angleze në shtëpi ose skoceze, whatever. Ndërkohë që ka njerëz që duan që fëmia të flasin gjuhë angleze dhe mund të marrë një oper shumë mirë dhe ta ti flasë operin anglisht fëmijës. Të merret? Po, do merret? S'do merr një oper ti për shembull Saranda. Që do më sera. Para punës duhet heqësh pjesën financiare që shtëpia jote do të ketë një dhomë më tepër, një dhomë më tepër në Gjermani është 150 deri në 200 euro. Jo, po të kesh një shtëpi në periferi dhe ti ke dhënë. Nuk të vjen operi, nuk të vjen operi në Katon. Çfarë thon? Nuk të vjen operi në shpek. 90% e operëve në shpek gyrti. Po patjetër. Po s'del dot nga shtëpia ajo, nuk ka ku shkoj. Del, lë një makinë dispozicion të Ti një makinë, ti paguan trenin, po ka qenë ishi më i. Kemi pasur shokë që kanë qenë operë Në këto kushte? Po patjetër. Jo, operi një thonë se isha në një kurs gjermanishte që sillte goca për operë. Po në Berlin nuk ke nevojë për operë. Jo detyrimisht. Tu ke anglisht kudo. Operin e merr dikush në ICGZ më andej. Jo detyrimisht. Ka plus kur janë atë mosh, se operet nuk është se janë mbi 26 vjeç. Limitin e ka 26, mos ka bëj. 18-25 diçka. Duhet në një operë. Më duket se limiti ka qenë 26 vjeç, mos ka bëj. Po që Punë tjetër që se do ta fusësh një jo ka pasur shumë raste problematike. ta fusësh një krim të tillë në mes të familjes. Një dy raste që operet vajzat janë ngacmuar seksualisht nga baballarët e shtëpisë. Tja, hati Saslim. Ne, papa au ançaj. Çfarë? Vëdani. Edhe realisht, Nuk kanë dëgjuar raste që edhe Pritur është një gocë. që kanë ndarë. s'ka ndodhur. pritur Po është dikën një vajzë në shtëpi të re, Kujdes 18 vjeç. operin. Papritur është një 18 vjeçare që po kujdeset për fëmijët e tu dhe gruaja 45. Po, dhe ti një baba që të shyen hundën Amerika- hormonet. Unë do të pistona. se e babai i American Beauty. Ah, Se në mbani më në film. Kam parasysh, më duket E se petalet. ja, më duket se kam dëgjuar të histori të tilla nga kursi gjuhës, po kanë kaluar 16 vite kam. Me mirë. Ë, Çfarë kemi dëgjuar? nga janë bazuar filmat nga historitë vërtetë janë Po se bazuar. janë bërë dhe filma për këtë. po me çfarë film, është varet se ka filma, filma dhe filma. Të metrażhe të gjatë, metrażhe të shkurtër, varet për çfarë i Bërë çfarë kërkon. filma shefti. Nga ato me hyrje më të shkurtër. Nga ato që e kanë storyline-in zero. Duhen laçi për ollim gjatë. Domethënë i shoh meshkujt mos kenë një problem të futen kësaj lloj marrëveshje, domethënë po. E imagjinon do të gruan në familjes që duhet të pranojnë diçka të tillë vetëm për ndihmën që do japin me fëmijët. Dhe do të jesh torkoz on your guard. Ja, S'po vjen fjala në shqip. do të jenë në alarm, në roje. Po ç'është, domethënë fiton nga njëra anë për kujdestarinë e fëmijës, por nga ana tjetër janë 24/7 në alarm për një vit që do të rria gocën. Tash edhe mund mos ti jesh në alarm. Ose alarmi mund të jetë pozitiv, për shembull, nëse ti ke lëshuar çik pllumat e shikon që të vjen dikush, Ai edhe që tërheq të zeron pllumat. në çdo lloj, thotë, "O, dale se pas kam lënë veten pas dore." Apo do të dalë edhe një aventurë e bukur familjare. Ose është një happy ending që they lived happily ever after. Ja bërë dhe filma për këtë. Jam bërë edhe filma. Mund të dalin familje poliamoroze në fund. Çfarë do paki? Qysh kemi thënë nuk gjykoj. O, cili e. Edhe baba gjyshi. Erdi baba, Ne. që erdi. Ne dëgjojmë, ne nuk gjykoj. Po ne gjykoj. Është njerëzore që gjykojmë. Ne vetëm gjykojmë. Çdo njeri gjykon. Çdo absolutisht njeri në botë gjykon. Dhe kur thotë që nuk e bën, e bën. Të gënjej. E bën sa. Is lying. Pikërisht. Edhe bëjmë shaka, ku bëjmë bete me timen e themi gjykojmë të gjithë, ideja e gjykojmë në Po mënyrë të gjykosh civile, ta shijosh. të kulturuar, apo gjykojmë në jo, mënyrë kështu- bajate, kështu, domethënë. Shatar që fare.
Ore, po kultura e operëve ekziston në Shqipëri? Ja. Pse jo? Ç'do të thënë? Sepse ne kemi Që opera marrin që mbajnë vetë fëmijët. Apo që çojmë në Gjermani. Ore që të marrim ne alla, Që marrim sillim, operë, sillim. apo e kemi kështu ne me xhaxhaj etj, më preku aty ku Nuk duhet. kemi akoma në atë nivel financiar që të marrim operë, po do vi. Ne japim zakonisht. Kemi dado filipineze. Sepse ke Pse kemi dallë filipineze për jo oper? Se s'do Dado as. filipineze është sklave në shtëpi. se s'ka marrëveshje. Nuk është thjesht dado. Që nuk është Është negative. me Varet, me çka Vetëm kemi nga shkrim. filipineze. Tash operi është thjesht një lloj kontrate pune, një lloj vize që merr. Patjetër. Po duhet ta krijojë Shqipëria me Dali sa të martohen çik turqit. duhet ta krijojë Shqipëria me Janë dhe jenë trashëgojni. Këtë se kam kuptuar, sa keq mund të jesh të kesh nevojë të vish në Europë, sa vjen në një shtet që është aq afër Europës, po jo në Europë, nga Tajlanda dhe nga Filipina. Shiko ti ke qenë Sa në mirë Indi. mund, po më sa Ti mirë. e di shumë mirë se sa Pse ke ka i qenë darkë? deri nga Shqipëria thua. Ka aq vende të tjera që paguajnë një çik më mirë se sa Shqipëria, pse duhet vish në Shqipëri, në Po Filipinë. sepse për ty Shqipëria është ajo çka të bie pozitive. Deri në Europës. Do të Është thënë vetë ti një ka vajte. aplikuar në 10 vende, ka aplikuar Francën, Gjermaninë, Zvicrën, do di unë Hollandën, çfarë dush ti? Ka aplikuar dhe Shqipëri. Aplikuar si opere. Ah, okay. Ti e operja, ti ajo, cupa, 16 vjetë, 20 vjetë është. Kështu i zakonshëm. Po dhe ti mendon, okay, do shkuat këtu në Europë, se nuk rrihet më në Indi, Tajland, Filipina, ku leshën je. Edhe vetëm e vën që ti vjen një përgjigje pozitive në Shqipëri. Ti thon jo, sorry, no, we are sorry to inform you that. Ke vërë se ata? Bravo. Po do jesh Shqipëria po ti. Ai, Hajde, Po, të ka- lutem maman, të keqen. ne të shkojmë në dëgjos në Europë gjithsesi. Mos e marr një vit në Shqipëri, pastaj shkoj në Itali ose në Francë, Po Gjermani. që Që në fakt nuk është gjë e keqe, se kur ke një vit në Shqipëri, më Ai, nëse mirë, mos ka një vit fare. Do e merre ti në çështë do jeton në Shqipëri, do e merre një operë. Unë, Qoftë edhe Filipinat. mos kam fëmijë. Për çfarë ma bën? Zemër, i shkret, zemër Allah. Po do e merja, nëse do ishte një lehtësim për punën e përditshme të shtëpisë, do e merja, patjetër do e Në merja. qoftë se zbrazesh, mund të nga Tani- detyrat shtëpiake. Shiko se operen edhe zgjedh. Po patjetër, po të lutem shumë. Edhe makinën e zgjedh vetë. Ka dhe djem që janë operë në qëra vjene. Ka dhe djem që mund t'jenë operë. Në Gjermani mund t'kesh dhe diversa që janë operë, bla. Kështu që edhe Shqipëria se fumi mos diskriminon në Imagjino Gjermani. të marrë menin ato me flokët Leila. Ajo do të më japi lekë më prapë se marr. Kështu thua tani ti, po kur të kesh 3 fëmijë që të çajnë të tre, thua man hajde. Me kesh se mi kesh flokët. Nëse ajo e ka thjesht fazë të pjesën e flokëve, edhe e diskutojmë. Në qoftë se mund ta rikthejmë. Pastaj do na bëhet një film tepër për të rritur, pastaj është çikeq. Po Big Daddy ti. Ah, Sa bukur ti vëna, diktet. Ja, atë ti lloj bukur, po kur je 3 kg si puna ime sikur s'veten në fund. Atë qefin për të marrë një 18 vjeçare të kujdesu për kalamajt e tu, është për vete kalama. Ajo, E kuptoj që është cheap, ë? Është është e freskët. Tash, ashtu po vinin ato gocat. trajtoje në si paketë. Të gjithë mos trajto vetëm për Ti më di, një ato pjesë. gocat kur ishin të kursi gjuhës në 2008 dhe 2009 kështu vinin. Para Krishtit. Po e thon kjo. Sheku kanë kaluar. Ashtu. Para murit, para arbushimit. Para rënies Kartagjenit. Shive kishin zakonisht nga ana financiare ishin më të privilegjuar. Se kishin strehimin falas, sa pak lek xhepi, kursin e gjuhës falas, se ja pagon ato, dhe Më jo sa seksiste është. Dini me plus. Merrni njëri dy si mashkull do jo operë. Si jo më të Po thash. s'të merret. Ka pas dhe meshkuj që Po operë. çat, kështu aha të fushës, u po themi për ne Asnjë- tjerë. Ore fushës edhe e malit. asnjë çon të kursor nuk ka dolja. Po sepse në Shqipëri do ishte një çik kështu, edhe akoma tabu atëherë që shkoi se djalë. Unë kam pasur shokun tim nga Ukraina që ishte operë këtu në Gjermani. Në ato koflas, në 2000 i ke moshën. Largët, Të duheshin mbi 8000 euro të vije këtu Si në student. 2008. se student. Po, si Se student. operë, ja. Si oper nuk të duhesh asnjë lek asgjë. Atë po them nëse kemi pasur ndoshta ka treguar në njëri mundësi domethënë. Edhe Sa çfarë jo, ke mua pas ma agjenci tregon. në Tiranë Mua- që ishin për Po, operë. unë isha ke një nga këto agjenci, që ishe Ka agjenci si ka pas robe burri se dash Dashi. Dashnor Luka fatkesisht. Nga Se- Beratët. se- Bjem. Dash. Ai Shqipëri, Shqipëri, mama ne ka nga Lucia, ajo deri.
Jo, mos më ka sjell dashur, ka marrë me forcat e mia, po gjithsesi e njohin gjithë sepse ka bërë këto Yes. agjencinë, ka pasur Unë aty dashit i pagova 1.500 euro për të më bërë kurs gjuhë dhe mbase mundësinë për të më sjellë këtu si au pair plus më ka sjell kjo kockë. plus informacionet se si vihet në Gjermani. Ishte Shqipëria 2007-s kur më bëra kontratën me atë që njerëzit nuk e kishin idenë se vije këtu. Gjermania në atë kohë ka qenë realisht një vend diku atje. Ishte shumë i largët. Unë u talla atëherë larg ftoftë. Ka një dinero për me Gjermani. shokët e mi të shkollës mesme. Nga shokët e mi të shkollës mesme, unë po tallesh atëherë sepse isha i vetmi që po vinte në Gjermani. Isha i vetmi. Nga 24 vete isha i vetmi. E se ti ishe edhe një gjimnast që ishte profilizuar për Amerikën, me të drejtën. Po për as dy nga ne ikën në Amerikë, se gjithë u futëm ka refulsi. U futëm ka refulsi me idenë që të shkojmë. Po shkoj Miu për shkak në një periudhë ishte profilizuar për Gjermani sepse ishte një projekt i Gjermanisë. Domethënë ishte realisht. Unë arshi u futëm me ëndra dhe shpresa kur ishim 14 vjeç në refulsi, atë do shkojmë. Grupi tim për shkak ka aplikuar për Italinë. Në ngjitur restekën shumë vëllai. Ti që apo kamarier, ishe ose në një kështu te filologjiku, maksimumi. Mas Italia ishte gjithë ata që shkonin jashtë. Ja me gaxhako tash. Itali, Greqi, Holland, Holland është shumë pak Amerikë. Për Greqinë me studime s'kam pas dëgjuar shumë raste, shumë pak kam dëgjuar Greqinë me studime. Jo, Greqi për vjerë orinj, për ndonjë gjë. Nëse kishe sezonale, of course. 15.000 euro viti, sa familje e kishin? Nuk krahasohet me fluksin që kishte Greqia apo Italia. Po, Italia. Për studime Greqia edhe një. Nuk flasim për të shkuar për të jetuar emigracion, për studime. Shkonin ai shumë. Për studime në Greqi shumë pak kam njohur. Me kokë. Fale tërheq Italia. Italinë po, Italia ka qenë mas, domethënë. Italia në mas. Çeli bëhej kështu në mas në Shqipëri. Çeli dhe ai TOEFL-i bëhet në mas. Sa e madhe ka qenë TOEFL-i. Ose Sati po. Kur kam marrë TOEFL-in bëra unë atë. Po gjithë kemi bërë një herë Një email, çova një email. TOEFL-in e kam bërë, po për Çelin çova një email që do doja të regjistrohesha. Edhe ishte ky tipi që ma regjistroja atë. Më dha informacionin për e parë dhe vazhdonte çdo 6 muaj më çonte email-a. Unë ndërkohë kisha marrë bashkëkohë që kisha marrë punë. Duke email nga ky tipi thoshte. Duke çabonuar nga newsletter. Në data thoshte Çeli tjetër, mjet ai. Do të çabonohesh nga Nuk e di, newsletter. Unë kishte listën, thjesht e legon dhe bëjshte shumë. Testi i gjuhës italiane si gjuhë. Dafi, test Dafi. Pse i thonin Çel? Juve italianët do ta vëllë. kanë qenë këto Lingua, ishte lingua italiana. O më vërtet. më këto marrëdhënie bilaterale i Shqipërisë. Stash në një gjë. Atë e dim në atë në një gjë është prit certifikato. esame lingua italiana. Mos na e thoni se mund ta gjejmë. Certificato esame lingua italiana. Vabbè, Çeli. Po jo Çelo. Çeli ka i finin. Certificato di conoscenza della lingua italiana. Çeli për di conoscenza, ku është conoscenza? Nuk e di, po është me certificato. Kjo është vetëm di conoscenza. C'è certificato di conoscenza della lingua italiana. Melerios. Ti çavi ti shkruaj, çavi ti keni. Unë kam luri vogël, nuk kam Sa i vogël? pa TOEFL. Ke për shkollën. Tani me familjen. Sa vjeç ishe? 13. E mos ta aq i vogël se qen 13 vjeç. Që për të janë 2 vjet, kështu për të çelë, është një dynjaja. Kështu që Ke qenë në pubertet. Është po, pubertet. Si Çka ke bërë? Ka vrar. Po unë kam mbaruar, kam bërë semestrin e parë klasës të 5 e kam bërë në Shqipëri, Po 13 vjeç, nuk janë klasë 5 më kur. klasë 7. Po janë pothuajse në klasë 8. Klasë 7, po. jo më varet kur e ke filluar. Po olla nisa llogari, po llogarisë se në Itali 7, media. klasa 7 i bie. Prima media. Okej. Domethënë unë kam bërë në këtë që i quajnë italianë, se italianët e kanë sistemi shkollor 3, është 5 plus 3. Okej. Kështu që në atë 5 plus 3-shin unë bëra klasën e 5, pastaj klasën e 6 e kam bërë në Itali. Kam qenë Nëse Klasë nuk ka gjashtë, po, klasë klasë gjashtë. futen Klasë 6 mund të jesh 13. si mesi po se kam filluar një vjeç më i madh, sepse vija vjesën tetor dhe filloja shkolla fillon në shtator atë. Kështu që e kam bërë një vit më mbrapa. Edhe po klasën e 6 unë semestrin e parë kam bërë në Shqipëri dhe semestrin e dytë kam bërë në Itali. Po kur vaja di është shumë kluf. Do ciao amore, ciao ti më. Jo, të drejtën, jo. Ai ka gjithë Me thënë të drejtën si për ato kohëra kanë qenë këto
Kukulla. Rajuno, po, Jetix, Po sa thuash, Rajuno e thonë se Italia unë Italia, ka plaga. Rajuno ka pas. Kush ishte rajona? Ka qenë shumë që ishte në lajm ose në Instagram. Kisha për Italia uno, I'm sorry. po ishte Ja, to, more, ajo Italia kanale se këto që bënin jo Kenshiro jo Telenorma. Telenorma. Telenorma ka qenë më vonë, nuk ka qenë kështu lokale e barit. Po ne Para. Në vjetë. Telenorma bën edhe shqiptare neve një periudhë, kishte edhe Telenorma shqiptare. Po edhe kështu. E dim për të tjera. Unë nuk jam Pa bëjtë qenë, Telenormës, what the pa fuck të është Telenorma? Ti ke qenë në Berat, aty ishte fund klak. Ti ishe një vogël. Jo, ne Ishte fare tjetër si na kap te Kalaja, se ne themi kur kap Kalaja. Nuk e di logon, se ke, nuk kur them Telenorma, se ke logon. Unë nuk e kam parasysh fare Telenorma, se ne kemi qenë mikropërgjes. Ju keni qenë në Flozën, aty Satelite nga Greqia, 5-5 lekë. Aha. Dhe unë kam marrë. Nga ata që ishin qytetarë, Po Telenorma merrej me kështu me përforcues tip një Po më një aspekt thjesht se ato ta kthej nga Durrësi në Faktikisht, Tiranë. edhe unë në shtëpi nuk që ne i themi nga Kalaja. Unë s'kam parë për shkak shumë Telenorma. E di ama që ekzistonte. Po çfarë bënte? Çfarë ishte Telenorma? Se ke pas fëmijëri në Stacion Berat. italian. Berat e ke pas fëmijëri. Okej. Stacion i zakonshëm kishte kukulla gjatë. Po, pas mesnatë ishte parti. Filma vizatimor, Apo jo. sa orare. Pas mesnate, wow. Po kukulla pas mesnatë. A ekziston akoma Telenorma miq? Jo, ka vite që falimentoi sa. Seriozisht? Shqipërisë po, nuk e di në Itali. Besoj se aksidentale kështu jemi para to plus 18 e para duke pretenduar Aksidentalisht, do thonë. duke pretenduar se po shikojmë Kukulla në Telenorma të dashur miq. Ishin ato reklamat që më merr në telefon se do flasësh me mua. Unë s'kam telefon, që s'më blen telefon ka. Imagjino sa Ta mësosh italisht me këto. Me mute film. Ama pas filmat italisht dali mrekulli. Po Patjetër. ç'a duash. Okej, më kujtohet si e ka. Po nuk e di a ekziston akoma në Itali Telenorma. Duhet të jetë, besoj në bare, se ka qenë lokale Pulës. Po Puleza kanë shumë, sa ato kapën. Televizor Pulës, Dhe nuk kam. Po ato kishin Pulë është përballë. Aq kapte. Bere qafe dhe raq. Në Shqipëri për në Kenen Tiranë në shtëpi kap edhe tani ka për shumë edhe nga Italia ndonjëherë kur është koha një çik kështu. Ku është Jo mirë. shumë. Jo që është një çik në qartë, por me vramet, por që është fushpamja është e qartë. Dhe aty valet siç duket vi. Edhe këto të malit zi kap me ne. Se Podgorica është në vizë të drejtë nga Tirana për shembull. Tjetër Po, dhe vjen nga lart sinjali nga Më duket se ekziston. RTCG-ja, e malit zi tani kapen e për shembull. Po te poshtë nga juve mama do kam në to breke, domethënë në Greqi Saran kapni. Në Vlorë jo. Florja është mali. Kemi Në male. mali. Ne kemi male. Në palas po pastaj duhet kapi se s'bën. Në palas është përballë, o thonit edhe nëse si isha i shullë tjetër sa rëve. Edhe to kanë antena. E ka emrin në thonit. E di po. Edhe Që thoni ju, o thoni Erikusa është tjetër, mos e bëj. Ja do 2-3 ishë të lartë që ka Po Greqia. ti je lindur në Tiranë. Po. Edhe? Faktikisht se pek shumë. Po e di që ka të emrin ashtu se e di që janë ato 2-3 ishë. Që lidhje ka. Jo, thjesht po të pse do të për Është nuk që- e nga ne prandaj. Po e di Ja, e thon veç. Po. Nga Çfarë të ka unë jam lidhur e rritur në Tiranë. Edhe i madh që ishte. edhe mirë s'ka gjë. The bottom of my heart. Kjo Gjaku. Gjak. Kjo Gjaku. Po ku i bjo Gjaku për ne që jemi Tiranë? Ke përshë stirin? Po. Komplet ama tjetër qytet. Ke përshë zonën e len? Po, shpandau. Më i qartë se ka. Kjo Gjaku është afër shkollës bashkuar, afër tani është Ministria e Mbrojtjes. Si tallen me Jabanxinte. Ose spitalet e mëdha të Tiranës, spitalin Tereza, ato janë afër në qytet. Edhe Gjaku është emërtuar nga Gjaku i Madhërisëm, i shkollës së bashkuar, që zjenin, ka pas lavanderin aty mos gaboj, shkolla bashkuar, edhe kishin Gjakun. Edhe ça zjenin ça? Rrobat? Rroba të ushtarëve, që do të zjenin tjetër. Rroba, gjëra, Po ti kur ke lëvizur në Tiranë tërë? Gjimnaz. naz, Mirë, të paktën i është formuar shumë gjëra për bërthama. të fjalë. Paktën i është formuar bërthama. E ka bërthamën e shëndetshme, më thënë. Unë se kam parë asnjëherë këtë qefin që kam pasur njerëz për vetëm Tiranë. Nuk e kam kuptuar asnjëherë. Ti vëlla, nga që kam shkuar shpejt. Domethënë kishte shumë qef vetë xhaxhi, unë kisha qef vetëm me vetëm se kishte kompjuterat aty. Domethënë xhaxhi ka pasur sa kompjutetrash në prak kohë, do të pret paqe tash, ka pasur
një nga të parët, domethënë atë kështu gjigante me na 50 kompjutra në 2 salla. Shumë me jetona. Jo, me orë, PlayStation. kompjutra, po dha nga ata që ishin të mëdhenj, qendra e Jo, internetit. thash se kështu ka këto me jetona. Jo, kompjutra domethënë PC më Okej. desktop, domethënë ata të gjyrë bezh, e ke vërsë në gjyrë frigoriferi. E kupton gjithë lësën çuat. Mama, atëre lozi World of Warcraft plako. Është një lojë më të vjetra domethënë që vazhdon ashtu sot e kësaj dite ose Counter Strike e parë fare. Çmenduria me bazë tek kështu, gjithë 100 miliona lekë atje, po ku merrni me veshne. Do lozja Vice City, cracked version. E ke vërsë vetëm të vrisja prostituta dhe të vridhja makina pa punë. E të zhdukesha policisë derisa të iknin në jetë. Siç që kemi bërë të gjitha, kush e mohon, është legend. Gënjen. Gënjen 100%, domethënë. Ai ishte i vetmi qefi im valla. Unë vem Tiranë, se në Tiranë ka kështu ka ashtu, se kam kuptuar asnjëherë domethënë nga se ka ardhur. Ç'a bëni ti valla në Tiranë? Çfarë bënim në Tiranë? Po problemi nuk është ç'a bënim në Tiranë, problemi është ç'a s'bëni ti atje. Ku ishit? Ne tash se di valla, kemi qenë në një çik më të qetë ne. Kemi rësisht. Mua çam është dukur e çuditshme kur isha i vogël. Është gjithë po emigronin kur isha i vogël, unë kisha kuptuar botën që funksiononte kështu. Do të vish një herë në Tiranë dhe fëmijët e tu mund të kenë ëndër të shkojnë jashtë shtetit. Po ti direkt nga Lushnja nuk mund të ikësh në Amerikë. Ja, do të vish një herë në Tiranë, se vetëm nga Tirana iket jashtë shtetit, nuk iket nga asnjë kundi tjetër. Aeroporti i Tiranës ishte. Unë kështu 10 vjeç, 8 vjeç kështu kisha kuptuar emigrimin. Si bëhet të bëj Mund ta pas. është diçka e respektueshme, kuptoj që gjithë lojnë jatë. Edhe tursakët. Kemi ëndra pa mos ja, e kupton mos. Ti mos jam mos fut kot fare tash, avash. Kiva piano, Pse do t'i ikësh ti, le t'i në Nipçi. Kismet. Megjithëse ka pasur është ide e keqe ajo, është një. Kështu kisha kuptuar emigrimin. Progresiv le të themi, dhe ke kota ambientohesh me terren. Sa re është Shqipëri, sa re është Tirana nga Lushnja. Po varet në atë periudhë. Në atë periudhë mund të qenë shumë ndryshe. Në Lushnja në Tiranë atëherë ka qenë pothuajse 2 orë blek. E kupton? Po sa rrodhë një fakt që 2 orë që viteve 90 ishte një fyt 4. 2 orë është tani? Jo, Lushnja nga Tirana tash 40 minuta është. Më 20 minuta ke për trafikun të plak apo? Mirë, po. Dasëm se janë të këtu ju. Bloni flet në 4 të mëngjesit ditë diel. Çfarë thua? Po fiks. Ora 3:30 më arrim në Tiranë. Po ja çameti 1 orë, kupton. Vetëm tani po të zuri kanceri pastaj në mes të Tiranë-Durrës, po çfarë them pastaj? Tiranë-Durrës ka qenë historikisht 1 orë si rregull, si standard. Ma ke pas gjithmonë brenda 1 orë. Gjysmë ore duhet ishte. Okej, pra nga gjysmë orë, po të kishte fat mos kishte ishte shtuna e herët mëngjes për në orën 8 ose në shtetet e zhvon. Në orën 6 për shembull, ose në orën 5:30 po çohesh në televizë. Nga Lushnja ka vaj 10 minuta me makinë, kupton, se s'ka asnjë trafik nga atë pjesë të rrugës. Po, ka vaj shkombi ka vajës. Ka vaj Durrës një 10 çelekore tjetër, pastaj fillon trafiku. Pastaj fillon trafiku. Po pra gjithsesi sa çfarë tani 45 minuta minimumi. Se janë do kishë vajtë në Tiranë të qërë? Po jo, nuk kishë vajtë e pësirë. Mba mend kur isha fëmijë që binte me një rrallë në Tiranë, se kam një zajnë, pas një zajnë në Tiranë. Dhe 4 orë gjysmë, 4 orë kam Vlorën. Shkoj në Tiranë. Vlorën do që mund të kapi dhe sot. Normal se ka qenë ajo kodra me ato, më kemi shkuar një herë me shkollën në Vlorë. 5 orë të vajt, 5 orë të ardhur bën pis kur erdhëm në Tiranë. Ndar, ishim s'dinu ku ishim më. Për çfarë për një drek në radhë? Ku s'kishte peshk. Kishte mish vetë. Plakon ishte projektetit. Unë ka cepi këtu e Orikumet në po një ekskursion të tillë. Në radhë na çonë keni një vend rrezik, s'dini tjetër. Kam vetëm ca guat, nuk kam asgjë tjetër. Do na ishim në 2000, kur jemi qenë, njëshën a dyshën duket. Unë kam qenë sa ka çfarë viti ka qenë kur kam qenë në klasë 4? Ku di? Atë ditë. 2002 ka filluar shkollën, unë 2006 ka qenë. 2006 ka qenë klasë 4, domethënë atëherë kanë qenë për parë. Në Vlorë dhe Radhim. Të ujftohet e tjerë. Nga Berati është më afër fakt Vlora. Sa është nga Berati Vlora? Një mund të shkojë se doje atëre një orë të diket deri në Lushnjë, ëh. 3 orë doje besoj atëre. Doje shumë e kurse duket se është më afër, domethënë po ka qenë rrugë të mut atëre. Doje shumë të diket deri në Lushnjë. Nëse gjuna sa e vogël Shqipëria sa kozjat e kot ka për ca gjëra që e kupton tash ti? E ne do bëjmë ministra me AI. Ne
Ne kemi akoma gomer për të vajtur. Diellën e kemë bërë, plaka, po çfarë dush ti? Ue, pesi trashëgohet diella hajde për mira gëzime. Po ti shtatzan. Nuk gjykojmë. Ta thash që kur e nisëm nuk gjykojmë. Ora s'po gjykon njëri po. More, kush e ka? She's the proud single mom. Ai madhe? Ha? Kush e ka mbjell? Atë di partia. Tashi miku im kush është diella? Mo para gjykoni, Nuk gjykoj. Nuk shoh fjalë, nuk Ka njerëz që Diella është një nga ministrit e Shqipërisë. A është shtatzan? Po. Është shtatzan. Po është shtatzan me 8 fëmijë plak. Në 81, 83. 83. sa më 83. Çdo të thosh. ka 83 njak. 83 një plak. Okej, jo. Imagjino diellën ti, like. Diella. Mos ai se di vërtet. Do diella është ministria AI e Shqipërisë. Pra ne kemi një ministri që është vetëm AI. Çfarë thon? Po. Kemi vendi parë në botë që kemi ministër. Kemi ministër inteligjencë artificiale. Që kur ka dalë Riti po ai do i kenë Gjermaniti do bëj. Dhe lajmi i fundit ishte që ka ministresha, ministër Vica, ministrica, çfarë do të bie atje? Ministër la. Ministria është Azam. Do bëj 83 fëmijë të vegjël AI për me inteligjencë artificiale që duhen çdo institucione, nuk e di çfarë. Çdo MP, çdo deputeti. Çdo deputeti. Çdo deputeti do t'i vënë Ishte me kur ne kemi një marrë. çim kamrafa. Na mungojnë 60 ca fëmijë atëherë. Jo, deputeti të PS-së re, ata të tjerë në ishte çfarë, ata s'merren njerëj. Po mirë, atëherë na teprojnë një 10-13. Po. Po varet kush e përdor. Vëllaja bën detyrym partie. Okej, këtë nuk e kanë ndjekur, kështu që pyetja ime e ardhshme është kush e ka trajnuar këtë modelin e AI? E kjo është pyetja që asnjë nuk e di nga ne. Po them që jemi në Shqipëri dhe jo në Irak, se do ta kishin kurosur diellën, që kanë ngel shtatzan Nuk e di, po kam dëgjuar që ka gisht që Mira Murati me një fjalë që në se thosh nën delegim të Ju vlonjatët i bëni këtë që gjë. kanë ble. Ta çoçak kështu që në atë kohë. Në fakt ishte Në fakt, Djelza ka ardhur me gomone nga Italia. Për projektin e ri të Mira Murati. si Qeveria shqiptare zyrtarisht investoi nuk di sa miliona euro për projektin e ri të Mira Muratit. po Kjo është shkëput nga OpenAI. e OpenAI ChatGPT-s, edhe doli më vete normalisht, dhe ka një projekt të vetin e AI. Learning machines, si Ai nuk e di si Po, quhet. kështu që- Edhe shteti shqiptar zyrtarisht ka investuar në Ajo është gjë e mirë, që është shumë gjë e mirë. një nga të vetë. Edhe një gjë, jo, edhe një nga gjërat e tjera të mira është fakti që gjithë përkthtimin e këtyre moduleve dhe të neneve që kanë për marrëveshjen e integrimit në Bashkimin Evropian, kapitujve të famshme, çdo gjë po bëhet me AI në Shqipëri. Edhe prandaj më shumë përpara ne me këtë. Prandaj kemi hapur gjitha për jashtë se ngati. Ne ke bërë shumë shpejt përkthimin krahasim me vendet e tjera që bëjnë në mënyrë tradicionale, le të them. Pse mendon vjen nga mira vetë, dërgon mira bën qoka. Jo detyrisht nga mira, por nga organizata e institucioni vet, po. Edhe është gjë shumë e mirë, sepse ne për shumë në Shqipëri ta kam thënë dhe në podcastin që jemi bërë, ne na jep një database shumë të mirë të gjuhës juridike shqiptare. Shqipe. Okej. Pra nëse ti nesër futesh në online, do të përkthesh një kontratë, nëse makina ka shumë të dhëna nga këto kontrata, nga marrëveshjet që ti ke me bëhen, ke shumë gjuhësi e ke gjatë brenda, e ke të gatshme. Edhe cilësia është goxha. Ke gjatë brenda. Ja, ty e keni mendje. E lidja. Shpresojmë që të kemi të mira nga mira. Ideja është të shikojmë të mira Edhe nga diella. Ja, nxora unë episodet e reja, tuneli, aeroporti, Kali. Mos më çaj Kalin mua. Jo, mos më prek Kalin Mos më mua. prek Kalin mua. Se po Kali është Jo, i mos ka më prek Kalin se çaj. Mos më çaj në Kalin se prek. kulturën humane. Kali është një figurë shumë e lartë në kulturën humane. Sidomos në Berat. Veçanërisht në Kali dhe Ulliri. Ulliri së shkafsh. Folim për qafsh. Ama është bim, sepse ne jemi në balancë, kemi edhe florën edhe faunën. Vetëm njerëzit s'kemi ne. Ja, kemi shoqërinë tonë këtu. Po s'kemi, nuk jemi. Po e kemi dhe, si kemi. E do intelektual nuk po, kemi do gjë. inxhinier po, do kaçurrel po. Ghost. Do beqar po. Është një link kodi. Që vajza ku do që ndodhen. Mos ndoshta diellza. Ti që ti shohu? Mos ka. Ta ku gjeni diell? Më thuaj, a di të programosh? Dhoma të chatit, për shembull. Gjithë para Okej, si mbrapa. Nëse ato tre bizat që thot. E kupton. Mirë. Okej, hajde, ju uroj pastaj shtatzanit të mbarë deri në tjetër bashkë me Lutë Gjoshi. Ta gëzoj. Ciao. Gëzoj.